Mirë dita nxënës të dashur, mirë se erdhët në E-klasa. Unë jam mësuesja Fatime Bexheti Durmishi nga shkolla fillore komunale në Infrashëri, Tetov. Sot do të realizojmë një orë mësimore nga lënda shkenca natyrore. Dhe njësia mësimore për të cilën sot do të mësojmë është emërtimi i pjesëve të trupit. Qëllimi i orës mësimore: të njohim dhe emërtojmë pjesët kryesore të jashtme të trupit të njeriut. Ja ku kemi trupin e njeriut, pjesën e përparme dhe pjesën e pasme. Pjesët e trupit të njeriut. Pjesët e trupit të njeriut janë koka, qafa, trungu, gjymtyrët e sipërme dhe gjymtyrët e poshtme. Në ekranin më poshtë shikojmë pjesët e trupit të njeriut. Në fotografinë e parë është e shfaqur pjesa e përparme e trupit, ndërsa në fotografinë e dytë është e shfaqur pjesa e pasme e trupit. Koka e njeriut, për të cilën mësuam në orën e kaluar. Përsërisim dhe një herë. Koka është pjesë e trupit të njeriut. Koka përbëhet nga flokët, balli, syt, vetullat, veshët, hunda, faqet, goja dhe mjekra. Pjesët tjera në vijim tani të shohim cila është me radhë qafa e njeriut. Ja ku kemi qafën. Pra qafa është pjesë e trupit të njeriut. Qafa e lidh kokën me trungun e njeriut. Trungu i njeriut. Ja ku kemi pjesën e parme dhe pjesa e pasme. Trungu është pjesë e trupit të njeriut. Te trungu bëjmë pjesë shpatulla. Ja ku kemi shpatullën. Krahërori. Ja ku kemi dhe krahërorin. Barku. Ja ku kemi dhe barkun. Dhe në fotografinë më poshtë kemi shpinën. Ja ku kemi shpinën në fotografinë poshtë. Gjymtyrët e sipërme të njeriut. Te gjymtyrët e sipërme bëjmë pjesë krahu. Ja ku kemi krahun në fotografi. Bryli. Ja ku kemi brylin. Shputa e dorës. Ja ku kemi dhe shputën e dorës. Dhe gishtat e dorës. Ja ku i kemi gishtat e dorës. Shkojmë më tutje. Gjymtyrët e poshtme të njeriut. Te gjymtyrët e poshtme bëjmë pjesë këmba. Ja ku kemi këmbën. Gjuri. Ja ku kemi në fotografi gjurin. Shputa e këmbës. Ja ku kemi shputën e këmbës. Dhe në të kemi gishtat e këmbës. Ja ku kemi gishtat e këmbës. Përsërisim. Atëherë nxënës, çka mësuam sot? Sot në lëndën shkenca natyrore mësuam të njohim dhe emërtojmë pjesët kryesore të jashtme të trupit të njeriut. Ja ku kemi trupin e njeriut, në të cilën bën pjesë koka, qafa, trungu, tek trungu kemi shpatullat, krahërori, barku dhe shpina. Gjymtyrët e sipërme, krahu, bryli,
dora dhe gishtat e dorës. Gjymtyrët e poshtme, këmba, gjuri, shputa e këmbës dhe gishtat e këmbës. Detyrë shtëpie. Vizato pjesët e trupit e njeriut dhe lidh me shigjet fjalët përkatëse. Ja ku kemi trupin e njeriut, koka, qafa, shpatula, krahërori, barku, krahu, bryli, shputa e dorës, gishtat e dorës, këmba, shputa e këmbës dhe gishtat e këmbës. Njëherët nxënës do të bëni vizatimin e trupit të njeriut, më pas do t'i caktoni pjesët e trupit dhe do të lidhni me fjalët përkatëse. Dhe në fund mund të bëni mbyrosjen e vizatimit. Ja në këtë formë do të bëni lidhjen e fjalëve përkatëse. Nxënës të dashur, faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim orën tjetër.